tonë drejtën nuk do ta quaja jubilej, por kjo është fatkeqësi këtë që po ndodh në Kuvendin e Kosovës, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Duhet të them që lëvizja vendosje nuk e njeh kushtetutën e Kosovës, nuk i respekton vendimet e saj, e njeh vetëm egon dhe ta quajë dashurinë e madhe për pushtetin edhe për kapjen e institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës. Kjo është e papërgjeshme, është e pafalshme. Ne duhet gjejmë rrugë demokratike që të dalim nga kjo situatë. Shihet që nuk ka vullnet në formën që e imponon kushtetuta dhe legislacioni në fuqi rregullore punës së Kuvendit. Dhe tashmë ardha 14 do të thotë që këto po ndonjë rezultat tregon që uzurpatori i kësaj ndërtese që kanë përballë është dëshira edhe vullneti vetëm i këtij që për të biseduar. Po nuk ka shpresë këtu, po këtu ka mirëbesim institucional, presidentja duhet jetë në rolin e saj kushtetues, edhe të shohim mënyrat e saj që në ndonjë formë cila i takon asaj, ndoshta me takimet e përbashkëta, po ju e keni pa, takimi i thirrur ka qenë sa për sy e faqe, kështu mund të kesh përdoret